Historia e një vajze shqiptare të trafikuar nga i dashuri i saj e të shndërruar në prostitut dhe histori të tjera të ngjashme të vajzave nga Europa lindore në një film dokumentar të realizuar nga fotografja Mimi Chakarova kanë tërhequr vëmendjen e televizionit CNN. Në një program të këtij rrjeti të titulluar Freedom Project, fund sllavërisë moderne, sillen në vëmendje historitë e dhimbshme që përshkruhen në dokumentarin e vitit të shkuar, për të cilin Shaharova punoi për 7 vjet. The Price of Sex ose Çmimi i seksit erdhi si rezultati një pune të madhe ku Shakarova u desh që në mënyrë të fshehtë të takohej me trafikantë dhe gra që ishin detyruar të bëheshin prostituta. Ajo ngre zërin dhe apelon që ky problem të marrë fund. Pjesë e dokumentarit është historia e një vajze 12 vjeçare shqiptare që u largua nga një fshat i saj në veri të Shqipërisë për të shkuar pas të dashurit. Njerku e kishte përdhunuar atë prej shumë vjetësh, por e ëma nuk mund ta dinte këtë, pasi ajo do të ishte përgjegjësia e vetme dhe do të largohej nga shtëpia. Me të mbërritur në Itali, dashuri i vajzës ndryshoi. Ai e detyroi të punonte për të si prostitut. Ëndra e saj për t'u martuar mori fund. Ai tregoi sa para kishte kushtuar udhëtimi me motoskaf, dokumentat e falsifikuara, veshjet dhe tualeti që ajo të dukej 18 vjeç. Vajza qau dhe për të pushuar, i dashuri e qelloi me thik në gjuhë, një plagë që mbeti për t'i kujtuar se çfarë kishte ndodhur. Vite më vonë, pas kësaj historie, fotografja bullgare që jeton në Shtetet e Bashkuara tha se ai kishte dëgjuar këtë në një qendër strehimi të grave. Vajza kishte ngritur akuza ndaj tutorit të saj, por xhaxhai i tij ishte gjykatës dhe e kishte liruar me kusht. Tutori ishte larguar nga Shqipëria ndërsa situata u qetësua, por vazhdon të jetë ende i lirë. Kur familja mësoi se vajza e tyre ishte kthyer në prostitut, nuk dëshiroi të dinte më për të. Fotografja dhe producentja e dokumentarit tregon se si mira vajza nga vendet e varfra të Europës lindore trafikohen dhe shfrytëzohen nga tutorët, ndërsa klientët tyre nuk janë vetëm punëtorët e ndërtimit apo ushtarët, por edhe politikanët, politikbërësit dhe personeli i Organizatës së Kombeve të Bashkuara.